Hej, përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot kemi dalë Gjiro me Matias. Edhe më duket të rajoni parë që po dalim kështu të dy vetë. Apo kemi dalë kështu këtu të lajgja, jo se kemi ikur shumë. Gjiro po dalim me Lukomare tani. Edhe tani do ha mëngjezin. Dhe jap edhe Matias për të pirë. Edhe kështu ja do e marrim livrën e vetë sot. Do të tregoj dhe Matias do rri aty në karrocë për qefin e vetë. Edhe ja do tregoj. Po futem njërë tani të marrim një gjë për të ngrënë fare këtu. Edhe po ikja në zeti të ha. Mora për të ngrënë edhe sa të kulturuar nga njerëzit këtu, do të thënë, kur të shikojnë kështu me karrocë të hapin derën. Nuk e di, por është super luk, nuk para ndodhë që kështu. Edhe mora 2 pica për të ngrënë. Edhe tani po ikim në Lungomare. Po tregoj dhe Matias tani po rri aty, por i ka vajtur orari për të pirë edhe po lëviz si shumë tani. Edhe ja po tregoj dhe juve. Ja po është aty brenda, unë mora pizza edhe një kola. Edhe ja po ikim tani. Tani erdhëm këtu ullëm edhe do në konsumoj pizzën që mora edhe ato në zdetit. Pas kemi edhe 4 palma këtu, 2 kam pas me edhe ja do ham tani. E mbaruam dhe Gjiron dhe po i kemi shpim, është shumë ftohtë sot. E kisha harruar do me thënë këtu të ftohtit. Se do me thënë mbyllur aty në shtëpi edhe harron do me thënë që jashtë është dimër, por sot për kuptoj më të ishë nga dimër, tani në janar. Se normal e ngrot në shtëpi, kur kam dalë do me thënë të shku në djel, gjatë javës po thuaj se vetëm në qendra tregtare, po kështu Gjiro nuk kam dalë. Sepse mendoj që mos ftohesh Matias, por vërtet që nga një super ftohtë. Edhe tani të ikim shtëpi, të rrim atje ngrot, jem mirë atje në shtëpi, rahat, por ka nevojë njeriu edhe të dali. Unë mezi po rria, do me thënë këtë ditë në shtëpi, s'po më shtyesh fare, sepse vetëm aty me Matias, edhe normali që mërzitesh. Matias i ka fut një super gjumë aty për shefin e vet, edhe dashka do me thënë që të dali që të flej ka gjumë rahat, se kur është në shtëpi vetëm grindet, nuk është një fëmijë do me thënë i qedh Matias që të rish aty rahat për shefin tënd, ose të flesh të qetësohesh. Është një fëmijë shumë i lëvizshëm. Dukesh do me thënë që mbarkut që më bën të zbor mua, edhe tani akoma vazhdo më bën akoma zbor, por më thoshin njerëzit në fillim, do me thënë që ja do mbushi 40 ditë edhe do shikosh si do ndryshoj. Matias nuk ka ndryshuar, thjesht është bërë më keq, po ka ndryshuar, por është bërë më keq. Edhe kjo më çuditste, do me thënë që gjithë njerëzit që thoshin që po do ndryshojnë dejtej. Jo, asë që nuk ndryshoj. Thjesht është pak atëherë ishte do me thënë shumë kështu si njomë, si diçka e brisht, ndërsa tani jo sikur është ma dëmojshësh, por është pak më ndryshe tani, më duket sikur arrin të kuptoj, sepse do me thënë kur i flasun, i qesh, më qesh edhe ai, ndërsa në fillim fare nuk ishte kjo gjë kështu. Vetëm ishte kështu ati si një qofti i voçke. Edhe tani sikur ka ndryshuar edhe në fytyrë, shumë fare, kur lindi do me thënë ishte një lëshator i voçke, por tani ka super ndryshuar. Edhe sa do ndryshoj akoma. Kështu edhe tani ja po ikim në shtëpi, se po fryn derë edhe kam fryn mos më ftohet.
Unë nuk e di me këto teoritë e mia, por kam vërtet frikë. Kur themi që ja ka fut një top gjumit Matias edhe ja, nuk ka ndërmend që të ngrihet. Piu edhe fjeti. Tani pësoj se për një 5 minuta vemi në shtëpi edhe nuk shikon këmjëri rrugës. Dhe po i thoshe që nuk shikon asnjëri rrugës, gjithë se janë punë, janë do me të që përna me turne, jo në shtëpi, edhe nuk shikon asnjëri, shikon vetëm ka moshë madhe që bëjnë ecje, edhe unë dhe Matias, asnjëri tjetër. Duket shumë e çuditshme, kështu tani do me thënë se në verë është komplet ndryshe dhe tani kur e shikon do të thënë që është kështu si zonë e vdekur. Nuk e di do të thënë si trishtim, ndërsa në verë është komplet ndryshe se është një zonë turistike dhe normale që ka shumë njerëz. Ka pikolla. Edhe unë kam qenë smur, po. Edhe unë isha smur edhe prandaj nuk është se kam qenë shumë qef të bëj video ose të merrem shumë me YouTube-in apo me Instagram-in, nuk i kam pasur këto dhe nuk këtë pse po mbaj të kamerën kështu poshtë, por tani po jemi këtu te lagja jon. Edhe po ikim në shtëpi, edhe do i hap kur të vete në shtëpi. Po bëjmë pak që erdhëm në shtëpi, edhe ndërrova Matias, edhe tani do i bëj pak fytyrën me krem, se si doli këtë drita kështu. Do i bëj pak fytyrën me krem, se këto kohë nuk e di pse është tharë fytyra. Edhe do ja bëj me krem, edhe apo përdor këtë kremin që t'rregoj dhe juve. Nuk po thuaj se është ndër në gjysëm. Deri tani më pëlqen. Sepse nuk tani dhe për rripet lëkura, por mbaj të kamerën kështu sepse zota ka Matias, siç edhe keni kuptuar. Edhe i thajt shumë lëkura këtë kohë, ai ndërrojt lëkura, ai thajt nga ftohtë në rrim brenda, domethënë nuk është se ka shumë kontakt me jashtë që ti rripet lëkura nga të ftohtët. Në ftohti, por ja kujdes u lijemi tu me mamin e ti. Edhe ja, do bëjmë që fytyrën me krem tani. O i zemër, pemë nuk e kemi hequr akoma, nuk e kemi hequr për arsye sepse po e shijojmë se me qenë se ikëm në Shqipëri neve, edhe nuk e shijuam fare pemën, edhe kemi harruar sot që edhe ta ndezim. Ngela me këtë bluzën e punës Andres, sepse më mbajnë shumë ngrohtë, kam dhe bluzët e mia për nuk e di, kam për praktike aty, nuk e di pse as vetë nuk e kuptoj pse vesh gjithmonë këto. I kapa flokët sepse tani që jam me Matias më super bezdis, unë dhe do të thënë kur isha vetëm nuk para i mbaja shumë lëshuar flokët, më shumë i mbaj kapur, sepse nuk i mbaj dot lëshuar, edhe më bezdisin shumë fare. Edhe i kam prerë, nuk e di ja kam thonë në një video tjetër apo jo, i kam prerë shumë. Me gjino i kisha deri këtu, edhe i kam çorë këtu tani avërsisht. I fusim një të uluritur, edhe nuk e di pse po ulorasi. Zema ime, tjeta ime vogël, që ke di më i dritë? Që ka qunim për të pyrë ka pyrë, u lasa erdhëm, edhe shko si i bën këmbët, i forcon aq shumë këmbët, nuk i pëlqen të rri fare kështu, po fare. Hajde bëjmë pak fytyrën me krem tani. Hajde bëjmë pak fytyrën me krem Matias.
Ku suni mi bukur? Ku suni mi bukur? Kule? Ka zë sulia i mi vogël? Nuk rri dot në një vend. Për tani ti bëj pak fytyrën me krem. Sot sikur e ka më mirë fytyrën nga dje kishte më keq. Këto Matias mos na din në kamerë Matias. Mos na din në kamerë Matias. Zemër, No, jeta ime vogël. Jeta ime të ftoj kremi? Qaramani mi vogël. Drita ime ti. Zemër. Antonia, dashuria e vogël. Matias do që ti këndosh? E dëgjoni si vërtet? Ky vockli këtu? Ky 2 muaj si tu i vërtet? Si vërtet ile? Si vërtet ti? Oj zemër, jeta ime vogël. Hajde Matias, hajde. Hajde Matias, hajde. Hajde më jetë, hajde. Do fleqo një gjumë. Matias për i dhe në gjumë tani. Edhe po shkoj të qoj të krevati vetë, se nuk duhet që ta mësoj këshu në kra. Edhe thjesht e lati në krevat edhe i bje këshu qik në byqe edhe i zi gjumi. Nuk duhet ta mësoj duke tundur, jo, sepse do rritet edhe do peshoj edhe unë do të mbaj. Edhe që këshu nuk duhet që ta mësoj duke tundur. Po shkoj ndaj në krevati se po mbyll syt, shka të shurie i me vogël. Krevatin Matias e kemi bërë kështu, se unë asë nuk ja kam të reguar. Dhe me thënë që është ngjitur me krevatin ton. E zimër. Ja, do flej tu tani të shurie me vackel. I vendos edhe çuçon, po e mban këto kohët e fundit. Edhe ja, do ta vë në gjumë tani. Lëviz shumë fare, shumë i lëviz shumë. Mirë mëngjes, nga dita tjetër dhe kemi këtu Matias në sfond që po fillon muzikën e vetë. Edhe unë tani do konsumoj mëngjesin dhe ty hap sërish më vonë. Kam përgatit dhe një cappuccino. Kjo cappuccino e Konat është super mirë. Kam hedh edhe kakao për cappuccino edhe gëzuar. Hej, nga dita tjetër edhe po bëmi gati sepse do ikim tek Elo të konata ime edhe po lypak buzët se që kam një gjë këtu të barë. Nuk po miken. Matias e sistemova e vendosa dhe në gjumë edhe do ikim tani, do ikim në njëre një qendër tregtare edhe pastaj do ikim të shtëpia, do ikim thëmë bashkë me Elon. Atëherë, unë sot kisha për të marrë edhe një porosi, por harrova. Edhe tani nuk e di se çfarë do bëhet me atë porosin, inshallah më marrë një telefon që t'i dojë dyrën hapur. Nuk e kam të njërë dërën hapër. Derën
kryesore, jo derën e hyrjes. Edhe nuk di ç'a të bëj tani. Kam bërë të ndërë dhe robat se e lo tani po vjen edhe besoj është duke ardhur edhe kështu tani do ndërë edhe robat mos të harroj të presin se më duhet me veti që t'i presi thonë në atje sepse unë kam frikë që t'i pres thonjët edhe po e marrë me veta. Kështu edhe tani do vendos syze se jashtë është një super diell dhe unë nuk e duroj do diellin. Dhe kom shkojma njerëz të po thonë, po kjo pse që të marrim të syze? Ta dini ju që mos duroj do diellin, i ka tani se po vajti vonë dhe më duhet të ndër rrobat. Hej, jam këtu mbas shumorësh, ulla këtu të kërvati Matias edhe jam super e lodhur, është ora 2 natës edhe unë ende nuk kam fjetur. Nuk kam fjetur për arsye sepse po bëj punën, sepse dua domethënë ditën që t'ja dedikoj komplet Matias edhe prandaj edhe nuk ju hapa fare shpar për arsye sepse u morëm me muhabet e gjëra kështu edhe e ju ku dita dhe erdha në shtëpi domethënë në darkë edhe mora jo me Matias, ta vendose në gjumë, ju thash për të pirë, hëngrëm darkën edhe ja iku darka në ora 2 natës. Unë nuk kam kokër gjumi, nuk e di çalloj njeriu jam dhe ankohem për Matias domethënë që nuk fli gjumë. Ndërkohë unë s'fle për vete. Këtë më thonë gjithë domethënë që mos u anko, sepse ja, domethënë është si ty. Edhe nuk e di, nuk më fli gjumë fare më duket sikur edhe t'isha ngrit tani nuk do isha kështu domethënë. Kam një super energji natën që është shumë e çuditshme. Edhe po ju tregoj domethënë se çfarë mora. Edhe i kam këtu se s'do të bëj shumë zhurmë, tani Matias i ka vajtë edhe ora për të pirë edhe besoj do zgjohet. Atëherë mora këtë, nuk e di çfarë është, globa, nuk e di çfarë është, e duaj që ta vendos tek minibari se e ka minibarin komplet bosh. Edhe mora këtë, mora dhe dy gjëra kështu të tjera, u bubush që qa plori ka o zot, në shpifi. Atëherë mora dhe këto të dyja, mbaj se qiriri, dhe do t'i vendos dhe këto tek minibari. Atëherë tjetër ka marrë edhe për Matias, mora kisha për t'i ndërruar në fakt, por nuk gjeta se të tuta dhe i mora këto tuta që janë kështu si Jinx. Edhe dy kështu tuta t'i ketë për të ndërruar. Këto mora dhe po ja tregoj domethënë si do t'i vendos këto të minibari. Mendoj unë, i lash këtu te krevati Matias edhe e bën gjithë plur. Nuk e di domethënë, sa pis. Okej, i kiti vendos atje. Se pas më thyen fare. Mishi do pëtuje në bëj zhurëm, së është problemi si do thyen këto. Por do bëj zhurëm në gjëra, mos më tremin çunkën. Okej, po shkoj ti vendos. Atëherë, këtë po mendos që ta vendos këto, por se dis jam me dy mendje domethënë që do shkoj apo jo. Nuk e di, por s'po më pëlqen fare. Nuk po më pëlqen fare se si duket. E mora kot. Ja hoqë këtë, të vetë ta kthej
nuk po më pëlqen se duket si një gjë ka lidhje aty. Edhe po mendoj që ta kthej. Atëherë këto të dyja, që i kam lënë këtu, po mendoj që t'i vendos lart. Këtu, po i provoj dhe t'i shikoni dhe se si duken. Dhe si përfundim i vendosa këtu, për do t'i vendos edhe qërin, i kam aty qërin, por mendoj të marrë diçka më fine, edhe prandaj do vendos edhe qërin aty që të duken më këndshëm. Dhe mbyllim këtu këtë vlog. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe do shihemi sërish tek videoradhës. So, bye!